Shëriete Beluli rrethen bisedën e fundit me nënën e saj. Në një intervistë, Shërietja zbuloi bisedën që kishte bërë me tëmën një muaj para vdekjes. Ajo kujton fjalët e ngrohta të nënës, duke përshkruar atë si një mbështetje të palodhur në çdo hap të jetës. Jam e lumtur që e kisha në 50 viturin e karrierës, bile me tha, o i bi, kur ke dalë në skenë kam dasht me ja nis me kajt. Mama për fëmijët kur nuk ngihet, tha Shërietja, duke theksuar se këto fjalë të mbeten gjithmonë në zemër. E njohur për lidhjen e saj të ngushtë me nënën, Shërietja gjithmonë ka shprehur admirimin e saj për këtë grua të jashtëzakonshme. Ndonjëherë, ajo e përmend nënën si një motivuese të saj kryesore, duke i treguar asaj se sa shumë e ka ndihmuar në arritjen e suksesit në karrierën e saj muzikore. Edhe pse ky moment është i dhimbshëm, Shërietja e di se nëma do të mbetet gjithmonë një pjesë e pandashme e saj. Këngëtarja, e cila ka lindur dhe u rrit në një familje modeste, ka përjetuar shumë sfida në rrugtimin e saj deri në suksese. Na ndiqni duke klikuar butonin subscribe për lajmet më të reja.